Po duam të dim se e përdor telefonin gjatë kohës kur je duke vozitur? Nëse përgjigjja është po, dëshirojmë t'ju rikujtojmë se mos ndoshta e keni lënë në harresë se dënimet për këta tipa të shoferëve janë goxha të rënda. Përdorimi i këtij mjeti teknologjik nga ana e ngasësve po ndikon dukshëm në numrin e aksidenteve në Kosovë. Andaj, sipas ligjit të trafikut rrugor, kjo është ndaluar dhe në rast se ndodh, ju do të dënoheni me 100 deri në 500 euro gjop, si dhe do t'ju shqiptohen pikë negative. Hera e parë është pak më lehtë e kalueshme, sepse mund dënoheni me 100 euro e një pikë negative në patentën tuaj. Por nëse kjo përsëritet në të dytën herë, atëherë gjoba e pikët dyfishohen, e kësaj i shtohet edhe ndalimi i drejtimit të veturës për 3 muaj. E në rastin më të keq, nëse kapeni për herë të tretë, ju shkon patenta për 6 muaj, e dënimi është 500 euro, e 3 pikë negative. Për fund, një këshill nga autoportali për ju: 1 sekond shpërqendrimi mundet me të kushtu me jetë, andaj mbaje telefonin larg dhe kthehu i sigurt në shtëpi.